Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit. Shqipëria është zgjuar me mandatin duket të katërtin të kryeministrit Edi Rama. Opozita e pafuqishme dhe e përçarë në disa parti bashkë me partitë e vogla nuk kanë arritur që të sigurojnë kthesën dhe përmbysjen e madhe. Duket kjo është situata deri tani, por gjithçka mund të ndodhë deri në kutinë e fundit. Dhe për të analizuar atë që ndodhi dje dhe atë që pritet, kemi të ftuar avokatin Zafir Islami për të folur pa doreza për procesin. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe nga ana ime dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, kush do ta ndalë Edi Ramën? Edi Ramën e ndal vetëm forca, jo vota. Po opozita nuk e dinte këtë, pse hyri në zgjedhje? Po opozita është marrëvesh me të që në 2008-ën. Pra e dinte, Berisha e ka përgatitur fjalimin e humbjes. E dinte rezultatin. Morin qafë dhe popullin, e la pa alternativë pra. Patjetër dhe më duhet të sqaroj pozicionin tim edhe nëpërmjet kamerës tuaj, sepse shumë njerëz më kritikuan dhe më thanë pse nuk votove. Dhe unë u them, më jepni motiv që të votoj. Sepse në 2008-ën Sali Berisha bëri marrëveshje me Edi Ramën për listat e mbyllura, për kodin zgjedhor, për të tëra veprimet juridike që kanë bërë deri tani dhe ndryshimet që kanë bërë në kodin zgjedhor për të mbetur përjetësisht në pushtet. Atëherë përse të votoj? Të votoj për të mbajtur akoma Tritasheun 50 vjet në pushtet? Përse të votoj? Të rri akoma Sali Berisha që të vdes në karriken e kryetarit të PD-s? Pra, s'ka motiv dhe jo si unë, janë me 10 qytetarë shqiptarë, për të mos thënë me qindra, demokratë që nuk kanë votuar, sepse janë zgënjur nga udhëheqja aktuale e Partisë Demokratike. Ka që thjesht është, dhe se nuk është i fortë Edi Rama, janë këta të dobët që deli fortë Edi Rama. Pra, demokratë është zgënjur, shtresa e mesme pa alternativë, e pa përfaqësuar, elektorati gri nuk e kanë gjetur veten në këto zgjedhje. Patjetër, as e kanë gjetur veten në këto zgjedhje dhe me këtë leadership që ka PD-ja, prap nuk do 100 herë të bëjnë ashtu zgjedhje, të 100 herë do votojë ajo opozita. Avokat, po ky është rezultat të kujton 2013-ën të 1 milion shuplakave afërsisht. Shiko, në 2013-ën ata fituan me merit sepse e katandisën pushtetin zotërinjtë e PD-s. Në atë farë feje që populli urreu, dhe ajo urrejtje nuk u ka ikur shqiptarëve akoma nga zemra dhe nga shpirti. Akoma atë urrejtje dhe atë inat kanë, edhe që nuk vend të votojnë, sepse po vazhdon të rri në krye të opozitës një person që në fundit përse është. Bëm 10 protesta në marshime në bulevard dhe në fund, cili që rezultati? 0. Atëre përse të votojnë qytetarë shqiptarë, përse të qarë motivi u jep opozita shqiptare, po thonë, po vototi se por nuk votove, a i mbetet në pushtet, po a i në pushtet do mbetet, dhe të votojnë dhe të mos votoj me këtë opozit që ka përballë. Dhe vota është diçka që duhet ta bësh, duhet ta ndesh të dish dhe motivin përse do votosh dhe ku do arrish. Kur e di që vota ime çon në rezultatin 0 dhe çon në prap në fitoren e Edi Ramës, atëre përse të votoj. Pra, ky ishte një rezultat i pritshëm, një rezultat i paravendosur, i mirë kalkuluar nga të dy partitë politike, nga të dy krerët Sali Berisha dhe Edi Rama. Është Sali Berisha që e mban Edi Ramën në pushtet aktualisht, me veprimet dhe mos veprimet e tija. Është Sali Berisha që e ka kapur PD-n për fytyrë dhe nuk e lëshon. Kështu që përse të votoj unë? Avokat, po të partitë e reja, pse nuk ishit besim? Sepse ato janë krijesat të Sorosit, këtë gjitha, pa përjashtim. Po tani kishim dhe shehajn, në shehaj, nuk besoj se futet e kjo, një alternative djathtë. Nuk ja di programin, nuk e njoh, nuk kam të drejtë që të gjykoj për të, por derisa forca kryesore politike mua më ka shitur, më ka tradhtuar, më ka çuar te Edi Rama, nuk kam motiv, nuk më bën zemra të shkoj të votoj, pikë. Avokat, po incidentet dje me Belin Këlliçin, me Flamur Nokën,
Si i pat? Më kujtuan uqërit kur ndajnë atë prenë e tyre që hanë njëri tjetrin, qëllojnë njëri tjetrin, zdirin me njëri tjetrin, kafshojnë njëri tjetrin kush marrë copën më të madhe. Kjo është arsye. Flamurnoka nuk ka dalë dhe PD nuk ka dalë për të zgjidhur hallet e popullit shqiptar. Ka dalë për të mbajtur karriket e tyre nëpërmjet listave të mbyllura. Dhe listat e mbyllura janë tradhti, listat e mbyllura janë junte, janë bandë e organizuar me emrin parti. Listat e mbyllura nuk janë demokraci zotëri. Dhe noka edhe nokërit e cili do nokë e ndok që tjetë në Partinë Demokratike, sherrin dhe luftën e bëjnë për të mbajtur karriket e tyre, për të mbajtur pronat që kanë. Dhe të na thot noka sa prona ka dhe si i ka vonë, ku i gjeti parat. Dhe të na thot Sali Berisha sa prona ka dhe ku i gjeti parat. Dhe të na thot Sali Berisha ku i gjeti milionat e dollarëve që i dërgon tek ai La Civita. Aty do të dalë, ndoshta ato 6 milion dollarë janë paguar për këtë ditë, nga dita e hënë në vazhdim, për të buar shëvaj që Amerika të mos i njohë zgjedhjet ose t'ja bëj të vështirë Edi Ramës. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. La Civita s'ka ardhur për atë punë. La Civita erdhi mori dollar të iku. Unë dua të di ku gjetën dollar nga dollar. Si vajten, si mori ai, sa dollari, sa shumë, se me sa di unë nga të dhënat e mia është rreth 18 milion dollar, jo 6 milion. Vetëm La Civita. Po. Dhe ky është quajtur i lobim, kjo nuk është lobim, kjo është pagesë për të blerë nderin dhe karakterin e tij, për të hequr non grata në Sali Berisha. O zotëri, Sali Berisha është pengesa kryesore që rri Edi Rama në pushtet. Sali Berisha është më Edi Rama se Edi Rama. Dhe ata punojnë dhe luftojnë vetëm për interesat e tyre. Prandaj nuk i duan më demokratët e ndershëm. Pra, dollarët ikën, nuk dihet ku morën, Berisha humbi, non grata nuk u hoq. Fiks. Ky është rezultati i politikës së Sali Berishës. E formuluat në mënyrë më perfekte të mundshme. Po çfarë ndodh tani edhe me atë pjesë demokratëve, militant, ajo pjesë që është e lidhur me zemër dhe me mendje me PD-n që e kanë ndjekur dhe në 3 mandate opozitë dhe po hyni 4. Çfarë ndodh tani e tutje me PD-n brenda? Kemi rindezje të grupit Gazmendbardit. Berisha do ja trashëgoj partinë së bijës apo do nxjerr një lul tjetër? Berisha po e deklaroi e bija. Në qoftë se babai im tha heq jep dorëqen nga PD-ja, do kandidoj Kërçke me të, tha. Atëre e bëjnë dinasti. Të vazhdojnë, unë nuk votoj për dinasti zotëri. Unë jam demokrat në shpirt, në botë kuptim, në ndërgjegje dhe në veprim të përditshëm. Dhe unë nuk vete pas pushtetit të pamerituar, qoftë të bijë Sali Berisës, qoftë Sali Berisës, qoftë të Tritanshehut apo të Nokës. Jo zotëri. Të liroj partinë, unë nuk i thirrje militantëve të Partisë Demokratike. Çoni dhe përmbyseni atë klish që ka uzurpuar kupolën e Partisë Demokratike. Çoni, përmbyseni. Avokat, nëse doni Shqipërinë. A ka kush në gjykimin tuaj një deputet ose 2 ose 3 demokrat që kanë aq karakter që mund të ngrihen, do ngrihet i pari tani apo i dyti për të folur? Asnjë nga ata, si të tërë ata janë vendosur me urdhër nga Sali Berisha. Nuk kanë dalë nga primare. Ato të ashtu quajtura vënë në listat e mbyllura atë bandën e tij që ka uzurpuar tani kryesinë e Partisë Demokratike. Ndoshta edhe Bardhi jo, sepse mendoni që mundet të hesht apo i Gjekmarkaj? Dhe të bëjnë ç'të duan. Unë nuk e di se ç'do bëjnë ata dhe nuk e di se ç'ka ndërmend. Unë di të them këtë, që demokratët e ndershëm duhet të ngrihen dhe të përmbysin kupolën e PD-s. Okej, kalojmë te Partia Socialiste. Më duket se fitoria i zgjidh gjitha problemet edhe brenda. Jo, problemet e tyre të brendshme nuk do të zgjidhen kur, po ajo është një parti repart ushtarak i organizuar me një disiplinë të hekurt, me një dhunë dhe me një diktat të llaktarshëm që kanë brenda tyre, ata trëmen nga njëri tjetri si shejtani nga Temjani kur thonë, por i bashkon që një marrja e rrogës, kjo i bashkon, asgjë tjetër. Me Velien
Çfarë ndodh tani? Duke sepse Rama edhe në Tiranë, sepse kishte shumë ide që mundet të përçajë Tiranën. Fakti që Velia ju fut brenda, por me këtë që ndodhi, Velia i zotëri e ka marrë aty që për të cilin kishte punuar gjithë këto vjet në bashki. Është brenda. Nuk del më Velia. Po as nuk flet. Se po të flasi, funksionon ligji kodi heshtjes i mafjes. Ka gruan e fëmijit jashtë ai. E di se që gjën po foli. avokat, po kush do bëj opozit? Nga PD-ja e diskutuam, brenda ju tha që është repart ushtarak, nuk guxon njëri, kush do bëj opozit? Se di, opozita është formalisht është në këmbë, të ndryshoj kupolën, të qëroj Tritan Shehrit edhe Sali Berishët me shok nga kryesia e Partisë Demokratike, të dalin demokratët e mirëfill të vërtet të djatët, demokratët e djatë shqiptarë, se atë janë vetëm ca Sahan Lepirës së Salihut, dhe nuk janë demokratë të mirëfill, nuk kanë bërë asnjë kërkesë për kthimin e pronarëve të ligjshëm, nuk kanë bërë asnjë tentativë, e prapë do ta votoja 7501 tha Sali Berisha dikur. Tani thot jo, po kam bërë gabim thot. Prapë do ta votoja thot marrëveshjen e 2008-s. Edhe i qëndron asaj. Pra pse? Kush është opozita? Unë prapë u bëjthiri opozitarve. Kam mikun tim aty që ishte kandidat për deputet këtu në lagje. Dhe tha ti të votosh për mua, tha. Zotëri, thash, po që për ty shko dil kandidat i pavarur se do vi me 15 vota, i thash. Po jo ti jesh me Sali unë tjetër më edhe unë të votoj për tyja. Se kjo nuk ndodh, thash, këtë thuaj jo fëmijëve, jo mua. Avokat, prisi që mund të ketë trazira nga Berisha duke njohur dhe atë. Absolutisht, jo, nuk i levertisin trazirat. Jo, zotëri, Sali Berishës nuk i levertisin trazirat. Sali Berishës i levertis të ri atje ku është të mbaj kryesin e Partisë Demokratike, ta shërngoj fort, biletu a shërngoj fort, laku në fyt atyre që ka rreth e rrotull, të thotë rini urt, dhe në fund fare t'i bindi që të votojnë të bijin. Po për një kauz do ta ngrej ai për ta mbajtur justifikuar humbjen. Një alibi. Një alibi. S'ka kauz. Jo, nuk ka as kauza as alibi. Ai do vetëm të jetë atje ku është dhe mirë është. Mirë jam thot ai. Mjafton që kam një opozit fasad që do dalën të thonë peslafe atje në parlament edhe kaq. Ai opozitari vërtet në atë parti është vetëm Alizoti, asnjë tjetër. Ai të tërë shokët dhe klasën e Alizotit, Sali Berisha i ka goditur më fort se që godit e Edi Rama. Dhe t'i lërë ato Sali Berisha të thotë jam i djatë, nuk si djatë, është një komunist i pështirë. Ka nga ata që thonë që duhet anuluan zgjedhjet, avokat, ju si mendoni? Do ishte zgjedhje, po të shkonim ndonjëherë zgjedhje të reja, apo do ishte po ky rezultat? Unë pres që zgjedhjet të anullohen, pres që zgjedhjet të mos njihen. Nga kush? Pres që nga partnerët tanë perëndimor. Pres që të mos njihen zgjedhjet, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pres mos i njohin. Pres që të legjitimohet qeveria teknike që është shpallur ditën e shtunë. Pres që të shkojmë drejt periudhës 3 mujore që qeveris një qeveri teknike për të përgatitur vendin për zgjedhje dhe në shtatorit e tori ose nëndori të bëjnë zgjedhje të rregullta, duke ndryshuar sistemin politik nga Republik Parlamentare në Republik Presidenciale e tjera që kemi thënë me kohë. Ju thatë u shpall ditën e shtunë qeveria teknike, apo jo? Po, e ke në video, më rishikoj. Po, kryeministri, kush ishte? Akoma nuk është shpallur kryeministri, janë shpallur anëtarët e qeverisë teknike. Avokat, po në fundit edhe nëse do përsëriteshin zgjedhjet, ju tha që e keqja është në sistem. Problemi është opozita, mund do ishte i njëjti rezultat. Jo, unë them të mos njihen, jo të përsëriten, jo. Të mos njihen dhe të ndryshoj të dalë në krye qeveri teknike, jo. Po të përsëriten 100 herë, të përsëriten 100 herë dinamën ke. Avokat, edhe një çështje të fundit kam për diskutuar, ajo që ne kemi folur edhe herë tjetër, shpërcimi në jug, por këtë radhë duket se shpërtheu edhe në një mënyrë tjetër edhe në Tepelen. Kishim tërmet.
Ajo është partia bordello, sa e tha vetë Edi Rama para 2 ditësh, 3 ditësh. Ajo është parti bordello. Dhe ata njerëz, ajo partia ata njerëz kanë në krye. Tërmet Peçi nuk bëri gjë tjetër veçse demonstroi përbërjen ligjore, morale, ashtu bordellike, po e them kështu, të Partisë Socialiste. Sa bordell janë. Që në moment Tërmet Peçi, jo vetëm që nuk duhej mbuluar nga policia e Gjirokastrës, por duhej menjëherë Edi Rama ta ndronte dhe ta shpalte të hiqe kandidaturën për deputet. Po ai ka mundësi që ta nxjerrë deputet sepse ata I duhen atij. Ai e tha Shqip, vjeni aty gruan e dal nga burri, tha se ajo na duhet neve, tha. Ç'a prisni ju? Tërmet Peçi thjesht bëri atë që Edi Rama e bën në qendër, ai e bëri në bazë. Pra, edhe ju mendoni që policia ka gishte kjo fshehje ngjarjes apo është diçka e kajuar në Tiranë? Ka gisht policia, ka fshehur, shkon në Këlqyer, në Tërmet. Ju keni shumë kontakte andej edhe komunikim. Ja, po të them, familjarët e bashkëshortit asaj Ndrikullës vajtën në polici, bën denoncim dhe nuk u pranuan. Ka 3 ditë që bëhet fshehur aty. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me diçka për t'i prishur imazhin të Tërmetit. Jo, mor zotri, jo, për ta mbuluar pislokun dhe llumin që quhet Tërmet Peçi, për t'i vënë kapak. Deri tani s'kemi pas asnjë reagim as nga Tërmeti për këto lajme që kanë qarkulluar. Ka thot Tërmeti, janë familjarët e atij djalit që vajtën e rrand ditën e njëjtë e ngordhën në dru, në shtëpitë e tija, 2 xhipa zi. Edhe e kanë filmuar. Dhe filmimi me sa di unë ka vajtur në SPAK, po është bërë presioni e zakonshëm dhe familjarëve të atij djalit, të atij bashkëshortit të asaj zonjës. Po dhe vetëm një fakt. Ajo familje ka qenë me punë në Itali. Iku nga Italia, erdhi në Durrës. Dhe nga Durrësi e quan shefe të personelit në Bashkinë e Përmetit. Kjo I thotë të tëra. Pra, personi që bëhet fjalë ju thoni që është shefe personelit bashki. Po. Nuk ka qenë mbledhje partie, domethënë. Jo. Qenë në makinë o vllai, zonë në makinë atë ai dolli makinës tyre, po dëgjoj një minutë. Makinës që lëvizte ajo Ndrikulla I kishin vënë GPS këta para fisit shoqit. Dhe dini në çdo kohë se ku shkonte. Ata e ndiqnin siç na thon nga Këlqyra dhe nga Memaliej, atë dhe te Pelena, atë e ndiqnin sepse ajo dyshohej se shkonte me një nga prokurorët e Gjirokastrës. Në fakt, ata ndiqnin për prokurorin edhe zonë peshk më të madh akoma, zonë Tërmet Peçit. Sepse e kontrollonin çdo hap dhe në çdo metër katror ku ndodhej makina e tyre. Dhe prandaj zonë. Ai dolli zhveshur lakurik në driza, në ferra. I ku me vrap. Pra e pasan vënë spionin makinë. Po. Po ashtu se ndryshe se kapnin dot ata. Aba, lutem diçka për ta mbyllur se e zgjata. Çan do tani me SPAK-un? Kush ai ishte I dështuar në këtë zgjedhje edhe tani që mbaroi edhe rikthehen bazë prokurorët nga qarqet, me këtë do merren. SPAK-u, detyrë kryesore që ka tani është të studioj dhe të thellohet mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet, për mashtrimet që janë bërë, për dhunën që është ushtruar, për të gjitha pislëqet që kanë bërë në këto zgjedhje. Se pislëqet që ka bërë pushteti aktual janë shumë të mëdha dhe shumë të rënda. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Të jam mirënjohës për gjuhën e drejtë për drejtë dhe pa doreza. Faleminderit dhe unë ju.